Nuk e di, e keni parasysh po është si jo, keni parasysh patjetër, si një lug majani i bukë të madhe. Aha. Do thënë ne pranë na u dhe star buka se s'kishim majan. Fillon tu ishtu birre, ujë, misër. Se dim çfarë bë tani. Aty në sobë është. Ta pijë nesër. Domethënë thelbi kësaj kot ta ka pak në mes të fjalës që the ti. Nuk duhet të ndihemi keq kur mërzitemi thua. Jo, një lug mërzi nuk i bën të bën të ndihesh keq, të fryn. Aha. Po fryrja të pjek. O të dhe sonë bërë të çfarë përgjigje. Këtë do të them. Yes. Jo, e di pse të pyes. Se kam kaluar një ditë, jo të mërzitshme, po kam qenë disi e mërzitur. Pse? Këtu kam qenë. Ti e di që ne edhe prandaj të pyesa, doja një konfirmim nga që ne bashkë dalim për një herë nga shtigjet e shtëpisë. Po, e vërtet është. Kemi hapur një kanal kështu nën toksor, ikim nga këtu edhe Patubacione. për këtë lloj bisedash, ti e di që unë jam gjithmonë gati, se e kam konceptuar vetë kështu. Pastaj për punë të gjërave të brendshme të shtëpisë, sa të më japësh ti që të kthej unë mbrapsht. Ndërsa për biseda që janë personale mes teje dhe meje, unë ato s'kam limit. Për asnjë rast. Ti e di që po të më kërkosh, më gjen. Edhe unë shpresoj të kem një gjë përballë teje. Po, është vdekur. E kemi thënë që në dita një. Sa herë të kesh se ka ndodhur si pa dashje, nuk është se kemi programuar. Thjesht ka ardhur ashtu kot. Po e njëjta gjë më ka ndodhur edhe me Anxhelën. Bën shumë. Në bashkuar energjitë dhe gjërat edhe unë janë gjëra që domethënë djalë që vjen nga